Zonja Guska, çka u vendos sot për Ylber Jakun? Po, sot unë si avokate e saktuar kryesisht, pasi dhe vetë i arrestuari nuk kërkoj që të mbrohet nga një avokat, por masat e sigurimit janë detyrimisht që të mbrohet nga një avokat. Familja, prindrit e Ylber Jakut, Agim e Vera Jaku, kanë një konflikt pronësie që është quhet servitut kalimi për të kaluar në banesën e tij, ku familja e viktimës nuk e kanë lejuar dhe kanë qenë procese gjyqësore mbi 20 vjet. Para 2 javësh çka ka ndodhur, që çështja shkoi deri këtu. Para 2 javësh babai i të arrestuarit, personalisht qytetari Agim Jaku, ka marrë telefon policin, ka njoftuar dhe është shprehur se personin me cilin kishte konflikt, që tashmë është babai i viktimës, kishte marrë një fadrom dhe po prishte rrugën, të vetme rrugë që atë e çonte drejt shtëpisë. Duke qenë para këtij fakti, babai i viktimës shkon në polici dhe thotë o ma ishni Agimin ose unë akmerrem. Ç'a ndodh, vajza dihet, është fakt që vajza që ndodhet me arrest shtëpie, motra e viktimës, ka marrë një spatë dhe ka dëmtuar të dy prindrit e të arrestuarit. Për të mos patur konflikte të mëtejshme, babai i të arrestuarit e merr në telefon të birin dhe thotë kemi bërë një aksident dhe ndodhemi në spital. Vetë Ylberi punon has, nuk është e vërtet lajmi që kemi dëgjuar se ka ardhur nga Anglia e bla 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 të tjera si këto. Jo, ndodhej në has, ka qenë në punë, merret me ndërtim. Kur ka shkuar në spitalin e traumës dhe ka parë prindrit e tij në atë gjendje, sidomos nënën që është në gjendje më të rëndë shëndetësore, është tronditur shumë, jashtë mase, ka fikur telefonin dhe duke qenë në këto kushte, vetë Agim Jaku, unë kam në gjithë telefonatat e tij dhe mesazhet, ku kanë filluar nga ora 9:49 minuta deri në orën 11:13 minuta kanë qenë telefonata dhe mesazhe pafund ku Agim Jaku ka njoftuar policinë duke i thënë se djalim ka dalë jashtë kontrollit dhe evitoni në një ngjarje të mundshme. Ç'a ka ndodhur? S'është marrë asnjë mas, pasi ngjarja ka ndodhur 3 metra përpara oborrit të shtëpisë së viktimës. Vetë Ylber Jaku nuk ka bërë asnjë rezistent, është marrë në telefon nga daja e tij policia, hajtë se ka ndodhur një ngjarje, ka ardhur policia në shtëpinë e Ylber Jakut, nuk ka bërë asnjë rezistencë dhe është dorëzuar në polici. Çfarë ka ndodhur sot në seancën e vlerësimit? Vetë Ylber Jaku, duke qenë dhe sepse ka marrë dhe shtetësi angleze, ka bashorten angleze dhe ka 2 vajza, kërkonte që të vinte në për zhvillimin e seancave, të jetë përfaqësues nga ambasada angleze, pasi ai nuk ka besim të drejtësia shqiptare për shkak se prindrit e tij janë rropatur për 20 vite rresht dhe nuk kanë mundur dot që të zgjidhin një konflikt kaq të thjeshtë. Gjykata sigurisht vendosi arrest në burg, pasi kemi të bëjmë me veprën penale të vrasjes dhe në pretendimet e fundit i pyetur nga gjykata, vetë Ylber Jaku u shpreh se nuk ka asnjë pretendim. Pra, ai nuk kërkonte as avokat dhe nuk foli fare në lidhje me rastin, sepse thot, unë kam parë se si janë rropatur prindrit e mi 20 vjet dhe unë nuk kam besim dhe nuk flas te kjo drejtësi. Kërkon përfaqësues të ambasadës angleze në vimësi të procesit të tij. Zonja Guska, ju jeni cilësinë e avokatës nga shteti? Po, unë jam e caktuar kryesisht. Po, jam në listën e gatishmërisë dhe unë respektova vendimin e gjykatës, sigurisht, si avokate, për ta përfaqësuar atë në gjyq. Dhe pikërisht këto fjalë që thash këtu, janë fjalët që unë kam shprehur përpara gjykatës. Ylber Jaku, gjatë dëshmisë, ka treguar motivet? Ylber Jaku nuk ka dhënë asnjë dëshmi, as përpara oficerit policisë gjyqësore, as përpara gjykatës, e vetmja fjali që ai shpreh thotë, nuk kam besim te kjo drejtësi. Dua që si shtetas anglez të jetë një punonjës ose një përfaqësues i ambasadës angleze dhe unë t'ia shpjegoj rastin se çfarë ka ndodhur me rastin e prindërve të mi dhe neglizhenca e gjithë institucioneve, qoftë pushteti lokal, qoftë policisë apo edhe më gjerë, ka bërë atë që unë sot përfundova këtu.